Halifi i Allahut Gjellëshanuhu në tokë. Dhe kur Zoti yt ju tha ëngjëjve, unë në tokë po bëj një halif, më këmbës. Ata i thanë, apo krijon aty dikë që do të bëj turbullira e gjakderdhje, kurse ne ty të madhërojmë e të lavdërojmë dhe si të takon ty të lartësojmë. Allahu tha, unë di atë çka ju nuk e dini. Kaptina El-Beqare, ajeti 30. Hyrje. Kurani përmend një kuvendim ndërmjet Allahut Gjellëshanuhu dhe melekëve dhe vullnetin e Allahut për krijimin e njerëzit. Komentatorët e Kuranit kanë shkruar shpjegime të shumta lidhur me këtë temë. Komentatori turk El-Maili Hamdi Yazır në tefsirin e tij, ndoshta më i miri në turqisht, thotë: O Muhammed, o biri i Ademit, mos harro që krijuesi yt ka komunikuar me melekëve vullnetin e tij duke thënë: unë në tokë po bëj një halif, më këmbës, që do me thënë do t'i jap atij disa kompetenca, nga vullneti, fuqia dhe cilësitë e mia. Dhe ai për ndërtimin, si wakil, i autorizuar i madh i imi dhe bartës i veprës së tasarrufit, do t'i zbatoj urdhrat e mi dhe do t'i mbaj të gjalla ato. Në këtë ai nuk do t'jetë i vetëm. Dispozitat nuk do t'i zbatoj në emër personal. Ai do t'jetë më këmbësi im, i autorizuar i im. Pastaj do të vinë ata të cilët do të trashëgojnë dhe zbatojnë detyrat e njëjta dhe do të zbardhet sekreti i ajetit. Ai është që ju bëri zëvendësues në tokë. Kaptina El-Fatir, ajeti 39. Nëse i lexojmë dhe analizojmë komentatorët në Tefsirul Kebir të Raziut e të tjerë, mund të përmblidhet si vijon. Pasi Allahu i madhëruar i populloi qiejt me melek, dëshiroi ta popullonte dhe tokën, edhe për këtë njoftoi ëngjëjt. Këtë e bëri për të lartësuar Ademin alayhis salam, tu tregonte nder pasardhësve të tij dhe njerëzit i mësoi me këshillim, istishare. Nga ajeti mësojmë si është krijuar Ademi, mësojmë se Allahu i madhëruar e ka bërë të respektuar, që i ka njoftuar melekët mbi krijimin e mëkëmbësit, i cili në emër të tij do të kryejë detyrat caktuara sipas urdhrit të Zotit. Melekët i shtruan pyetje Allahut për arsyeën e krijimit të njerëzit, sepse nuk e kuptuan urtësinë e krijimit. Melekët nuk e kundërshtuan Zotin, por shprehën habin, pasi njeriu, por nga natyra e tij, shkakton rrëmuj dhe derdh gjak. Por si e dinin melekët për njeriu, nga ajo që mund të kuptohej nga pohimi i Allahut, del përfundimi që njeriu është qenie e gabueshme dhe potencialisht mohues. Gjithashtu dietari turk mendon se melekët shikuan në Lauhi Mahfudh dhe gjetën të dhënat për njeriu. Por ka edhe një mendim që melekët i kanë krahasuar njerëzit me gjindët, me që dhe ata kanë qenë mundësinë e zgjedhjes së besimit dhe mohimit të besimit. Autori turk cek edhe një përcjellje të Abdullah ibn Zeidit, Zoti qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi Muhammed alayhis salam ka thënë: kur Allahu e krijoi xhehenemin, melekët u friksuan shumë dhe pyetën: O Zoti ynë, për kë i ke krijuar zjarrin? Për ata të cilët nuk më nështrohen, tha Zoti. Mirë po, në atë kohë, pos melekëve nuk ekzistonte gjë tjetër. Kur Allahu tha, unë në tokë po bëj një halif, më këmbës, melekët e kuptuan që njeriu do t'jetë ai i cili do t'jetë rebel dhe i pabindur ndaj krijuesit. Melekët. Kush janë melekët? El-Endelusi për melekët thotë: emërtimi melek është nxjerrë nga fjala melek, që do të thënë i fuqishëm, posedues i forcës. Kuptimi tjetër i fjalës melek është i deleguar. Këtë emër melekët e morën për shkak të ndërmjetësimit ndërmjet Allahut dhe njeriut. Ata janë forma e parë e krijimit të Allahut dhe shndërrimi prej njerëz dhe shumës. Në gjithësi nuk ekziston asgjë, asnjë ndodhi, asnjë proces, as qenie,
që është zhvilluar në ndonjë mënyrë tjetër. Pra gjithë fuqia dhe forca i përket Allahut, ndërsa manifestimi i parë i kësaj force ndodhi me rastin e delegimit të melekëve. Në pajtim me këtë, asnjë proces apo ndodhi nuk zhvillohet pa praninë ose pa ndërmjetësimin e melekëve, pa ata nuk bie asnjë pikë shi në tokë. Krahas Kur'anit, shumicën e dhënave për melekët e kemi nga pejgamberi alayhis salam. Mufesiri Bejdawi thotë: melekët janë qenie shpirtërore të rafinuara dhe mund të kenë forma të ndryshme. Ekzistojnë dy lloj melekësh. Një pjesë janë të preokupuar me dhikrin ndaj Allahut dhe janë tërësisht të larguar nga çdo gjë pos Allahut. Këta melekë janë iliyunët dhe mukarrabunët. Pjesa tjetër e melekëve janë të obliguar me detyrat ndërmjet qiellit dhe tokës. Disa prej tyre kryejnë detyra në tokë e disa në qiell. Detyra e tyre është të udhëheqin punë dhe ndodhi të caktuara. Melekët e cekur në ajetet e sipërme janë melekë të kësaj bote. Zoti krijoi qiellin, tokën, melekët dhe gjindët. Melekët i vendosin në qiell, kurse gjindët në tokë. Stërgjyshi i gjindëve është xhami, siç është Ademi alayhis salam stërgjyshi i njerëzve. Gjindët u krijuan prej zjarrit të pastër, ka gjindë të mirë dhe ka gjindë rebel. I përgjigjen Allahut për veprimet e mira, por edhe për të këqija. Gjindët keqbërës janë një zë të keq, kurse Allahu xhaleshanuhu rekomandon leximin e dy sureve të fundit kuranore si mbrojtje kundër tyre. Këshillimi, ligji i Allahut dhe njeriu halif. Allahu xhaleshanuhu, edhe pse posedues i dijes dhe urtësisë së pakufishme, absolute, që nuk matet me parametra njerëzore, i njoftoi melekët për planin e tij, se çdo të bënte. Ai nuk kishte nevojë të këshillohej me krijesat e tij, por këtë e bëri si mësim, se si ne duhet të këshillohemi mes nesh, para çdo planifikimi e veprimi. Këshillimi sot është lënë pas dore, edhe pse në letra figuron në shumë vende. Muslimanët e kanë për detyrë këshillimin me çdo njeri që është i ditur dhe ekspert i fushës përkatëse. Melekët e pyetën krijuesin për qëllimin e krijimit të njerëzit, jo si formë rebelimi, por për të demonstruar krijesën e tij më të mirë, e cila do t'i detyrojë melekët i përulën këtij krijimi të përsosur të Allahut. Përgjigjja e Allahut në pyetjen e melekëve ishte: unë di atë çka ju nuk e dini. Allahu u përgjigj në formën që dijen e vendosi mbi të gjitha, pra edhe njeriu e vendosi mbi të gjithë krijesat tjera. Allahu ja mësoi Ademit të gjithë emrat e pastaj atë u paraqiti melekëve dhe u tha: nëse e keni thënë të vërtetën, mi tregoni emrat e këtyre sendeve. Qofshi lavdëruar, thënë melekët, nuk dim vetëm atë që ti na ke mësuar. Ti je i dituri absolut me urtësi të plotë. Kaptina Al-Baqara, ajeti 31-32. Halif, do me thënë ai që kalon në vendin e tjetrit, në emër të tij kryen punë të caktuara, wakil. Kur ceket fjala halif, para se gjithash mendohet për Ademin alayhis salam. Ai ishte njeriu i parë dhe i dërguari i parë, i cili pasardhësit e vet i ka mësuar me urdhrat dhe ndalesat e Zotit, dhe në emër të tij ka përcjellë shpalljen. Pas Ademit alayhis salam, Allahu xhaleshanuhu çdo të dërguar e ka bërë halif në tokë, në mënyrë që njerëzit dhe bashkësia e tyre të përparohet, të ngrihet lart në dije, besim, moral dhe në fushat tjera të kësaj kohe. Me vdekjen e Muhamedit alayhis salam, institucioni i halifatit kaloi në një rrafsh tjetër, më të ulët, por do të vazhdojë deri në ditën e fundit. E kur t'i jap formën atij dhe t'i frymëzoj atij nga shpirti im, ju bëni sejdë atij. Kaptina El-Hijr 29. Që do me thënë Allahu i dha Ademit alayhis salam nderin që nuk e ka asnjë krijesë tjetër. Ibn Kathiri po thonë se unë në tokë po bëj një halif, më këmbës, do me thënë se unë do të vendos në tokë halifin, përgatësisht popullin, i cili brez pas brezi, shekull pas shekulli, njëri tjetrin do të zëvendësojnë,
trashëgojnë, sikur thotë, ai ju ka vendosur sundues në tokë, që do me thënë se nuk mendohet vetëm për Ademin a.s., por edhe për popujt tjerë në histori. Edhe Bejdaviu mendon se halif ka kuptimin dhe të Ademit a.s., por edhe të popujve brez pas brezi. Fahrudin Razi mendon gjithashtu për të dy kuptimet. Taberiu mendon se halif ka kuptimin e Ademit a.s. dhe të pasardhësve të tij. Sabuni mendon se halif është Ademi a.s., ose populli i cili do të trashëgojë dhe ndërrojë njëri tjetrin brez pas brezi. Sejid Kutbi në Dhilal mendon se shprehja halif ka më shumë kuptime, sikur se ato që cekën më larg, që do me thënë se njeriu është halif, përfaqësues, i besueshëm në raport me Allahun, dhe halif i autorizuar, zëvendësues, mëkëmbës në raport me krijesat e tij. Allahu e krijoi njeriun përsositërisht. Atë e bëri halif, mëkëmbës të tij në tokë, dhe i dhash kujdezim çdo gjë në tokë, në qiell dhe mes tyre. Allahu nuk e la të vetmuar njeriu, por i dha ndihmë ndërmjet shpalljeve dhe të dërguarve të shumtë. Krijuesi e stimuloi njeriu në xhenet dhe e qortoi apo e tërhoqi vërejtin në xhehenem, nëse ai rebelohet ndaj krijuesit dhe të mirave të dhuruara, e nëse bën fesad në tokë. Mbi të gjitha Allahu i mësoi njeriut devotshmërinë, ibadetin si instrument kryesor për fitimin e dashurisë dhe mëshirës së Allahut të madhëruar.